Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi lajmin e fundit, pra që po qarkullon tashmë se kryeministri Edi Rama ka marrë një ftesë nga Donald Trump për të qenë pjesë e bordit të paqes mbi administrimin e Gazës. Por çfarë do të thotë kjo ftesë dhe a kemi të bëjmë vërtet me një ftesë pasi Edi Rama nuk e ka nxjerrë ftesën zyrtare të bërë nga Donald Trump, por ka bërë thjesht një njoftim nga ana e tij në rrjetin social në Facebook. Për të folur për këtë çështje ne kemi të ftuar Fatmir Merkoçin. Zoti Merkoçi, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Merkoçi, në një shkrim tuaj ju thonit se kjo lëvizje e Edi Ramës është një mashtrim dhe një lojë e picët e Tony Blairit. Pse e mendoni në këtë mënyrë? E mendoj. Nuk është se e mendoj dhe aludojës është Tony Blair, po është pikërisht e Tony Blair. Tony Blair është pjesë e laboristëve dhe apo i Sorosit, e asaj organizate terroriste tashmë, por njëkohësisht është edhe këshilltari i Ramës. Ishte mirë paguar nga Rama për të bërë këto lloj lëvizjesh. Ajo që bëri përshtypje, unë më realisht u detyrova ta lexoj, pasi më mora shumë në telefon dhe po më pyesnin për këtë dhe u detyrova ta lexoj dhe në rrjeshta pash pastaj atë manipulimin që Rama ka bërë me të. Manipulim pasi Donald Trump para disa muajsh ka shpalosur idenë e rindërtimit të Gazës në një bord ku në atë kohë Tony Blair ishte si drejtuesi apo udhëheqësi themi i Palestinës. Në atë kohë pati një reakcion shumë të madh dhe vende të ndryshme të botës e kundërshtuan me pretendime sepse këtu nuk është Palestina. Ajo që do rindërtohet, themi, nuk është pjesë e kësaj qeverisëse. Dhe u la në heshtje. Pas kësaj Trump bëri një deklaratë tjetër, para disa ditësh kur tha që do të bëjmë rindërtimin e Gazës, por rindërtimin e Gazës me një bord. Ajo që është për të theksuar si bordi akoma nuk është legjitim themi apo zyrtar, është një projekt i Trumpit për të bërë këtë lloj bordi dhe për të bërë rindërtimin e Palestinës, por në të njëjtën kohë në këtë bord ai ka shpallur një 4 emra, ndër të tjerat është edhe Tony Blair, Pasha Rubio, Trumpi vetë si kryetari fillestar. Po të ndalemi pak tek Edi Rama që nuk e kanë nxjerrë ftesën zyrtare ashtu siç ka bërë presidenti i Argjentinës apo edhe ai i Paraguajit. Pse nuk e kanë nxjerrë deri më tani? Po ta mbaroj analizën se duhet të dy fjalë. Po deri aty sa aty po dilja. Dhe po them që është Rubio, Kushner dhe Blair. Tashmë Blair është si pjesë e këtij stafi, e këtij bordi. Dhe në këto kushte ky bord nuk do jetë vetëm me 4 vjet, por ky bord do jetë me shumë vende të tjera. Sepse nuk është një bord për 4 vjetësh, është nga shumë shtete të ndryshme të botës. Dhe ajo që është më kryesorja është sepse këto fonde që do merren sipas vetë deklaratës së Trump do merren dhe do merren nga OKB-ja. Pra do dhe një visto nga OKB-ja për të legjitimuar dhe për të marrë këto fonde. Gjatë kësaj periudhe kohe është rënë dakord si duket që gjithë vendeve të tjera, disa vendeve të tjera, ata e mendojnë dhe kryesisht duhet të shohim se duhet të jenë edhe vende që janë që i përkasin sektit islam, me fesë islame, dhe në Shqipëri është, në Europë, Shqipëria është një nga vendet muslimane dhe përfaqësuese e tij dhe mund të propozohet për të futur Shqipëria, gjithmonë Shqipëria, në këtë lloj bordi, por duhet të kuptojmë sepse Shqipëria, po them Shqipëria vetëm në këtë aspekt, sepse për sa i përket aspektit ekonomik apo politik apo ushtarak, Shqipëria është zero infinit. Tashmë duke qenë se të gjithë të lëvizje bëhen, se janë lëvizje paraprake të cilat bëhen, Blair njofton në Ramën për këtë lloj iniciative, pra do jetë Blair ai propozuesi themi i Shqipërisë për ta bërë këtë. Mirë po ai ka kamufluar Blair vetë, ka kamufluar me emrin e Trumpit. Duke qenë se Trumpi është, si më thënë, kryetari këtij bordi, atëherë Blair flet në emër të Trumpit. Po jo se Trumpi ka sjellë ftesë. Nëse Trumpi do të kishte sjellë një ftesë, një copë letra, e parë që letra ka një protokoll, ka një numër
Ka një datë, ka një vull, ka një firmë. Dhe nëse do të kisha ardhur një letër e tillë, Rama të jeni të bindur, jo në Facebook, por Rama do dilte ke Skënderbeu ta nxirrte letrën. Jo në Facebook. Po ke Skënderbeu do dilte ta nxirrte letrën me të madhe. Po ai bën kamuflimin tjetër duke falenderuar Trumpin se Shqipërinë e ka sjellë të përfaqësues i Shqipërisë. Por atë që unë e kam thënë edhe e shkrim, në OKB Shqipëria përfaqësohet, po pse e radhë? Si asnjëherë tjetër, u përfaqësu me Beromi, nuk përfaqësu me Ramën, si zakonisht i shkonte ky me vrap. Pse? Sepse Rama nuk shkel tokë amerikane. Dhe kjo është ai pisliku që ka bërë bler me Ramën. Dhe prandaj kanë punë të dytë. Edhe blerën dhe Ramën. Unë ju kam thënë që Rama ka marrë, është caktuar nga Kabala dhe nga organizatat e Soros. Një organizatë që kërkon të sjellë komunizmin në botë, ka marrë për sipër të jetë portavoqja e Sorosit në Europë dhe njëkohësisht personi i cili duhet i kundërvihet Trumpit në çdo lloj gjëje. Nuk është e mundur, sepse ambasada do të kishte një njoftim paraprak për këtë. Por jo më larg se dje par dje, ambasada ka bërë 2 deklarata skandaloze kundër Ramës. Pikërisht pra. Duke i cilësuar kartelet e drogës në Shqipëri komandohen nga Shqipëria. Kush i komandon? Rama, asnjë tjetër. Po si është e mundur ata përgënjeshtrojnë vetveten? Dhe ajo që kam thënë, edhe në shkrim e kam thënë, dhe prapë po e ritheksoj. Nëse do të sjellin një ftesë nga Trumpi, do kalojnë nga zyra e Suzit. Ta harroj gjithkush. Po s'kalojnë në dorë Suzit, nuk vjen letra në Shqipëri. Dhe aty është barriera më e madhe e Ramës. Ndoshta mos nuk e thyen dot kur. Ndoshta mos i ka rregulluar punët me Tony Blairin, përmes Tony Blairit. Doja u shpjegoj Rama në emisionin kur ishim më përpara, duke para 2-3 ditë që ishim bashkë, ju tha që Rama ka dërguar njerëz në Amerikë për të lobuar, por jo për të lobuar tek Trumpi. Hiqeni nga mendja. Për të lobuar apo për të çuar sinjalet, për të çuar ato kodet tek Soros dhe tek Tony Blair. Që edhe Tony Blair nuk po komunikon më ai. Sepse i ka të mbyllura fijet, kanalet, telefonat. Ai e di shumë mirë që është në përgjim në çdo kohë. Dhe unë po ja u them, unë nuk dua të nxjerr emra, nuk më pëlqen të nxjerr emra, por po të veni me vëmendje se kush mungon në Shqipëri, kush është në Shqipëri që mungon, nuk është njeri publik shumë i madh, por nuk është edhe i panjohur. Dhe do shihni atë person Rama e ka çuar pikërisht për këtë punë. Për të treguar gjendjen se ku ndodhet ai. Dhe në këtë gjendje që Rama ndodhet, që është në buzë Greninës, Rama bën blofin tjetër. Ky është blof që kanë bërë. Dhe këtë blof ai nuk mund ta lundë vetëm pa konsulencën apo pa ndihmën e Tony Blair. Kjo është taksative. Nuk diskutohet. Por jemi në kushtet, jemi në kushtet të cilat nuk është legjitime. Tani po i bëjmë disa ftesa, disa vendeve të tjera për të qenë të pranishëm dhe për të pranuar ftesën një. Se ka kuptim edhe kjo. Ai të bën ftesën, po ti mos a pranosh atë ftesë. Se ka shumë vende të tjera të cilat edhe nuk e pranojnë, sepse Gaza nuk është edhe një vend shumë i sigurt, do të kuptojmë edhe këtë tjetër. Atje vazhdojnë akoma luftimet. Kështu që kjo është një ftesë për shumë vende, po dhe sidomos në vendet arabe. Por nuk mund t'i çojë ai Arabisë Saudite, supozoj, nuk mund ta pa nxjerr ftesën, pa nxjerr letrën. Në asnjë vend të botës nuk bëhen këto, më ftoi mua ai si, ku edhe ndasën ku të shkosh do të cilë i ftesë. Këtë e pas kanë caktuar në bordin e pesë, se 4 janë ata, dhe ky 5, ky kokë e madhe, dhe vika pa ftesë. Po pra, po ndërkohë në faqen e Shtëpisë së Bardhë, në listën e emrave, Edi Rama nuk figuronte. Po patjetër, unë po ja u them edhe një herë.
Kush e ka marrë në telefon? Ai nuk tregon kush ka marrë në telefon. Kush e njoftoi, kush e njoftoi, duhet njeriu, duhet thotë se kush njoftoi. Po jo falenderoj, edhe unë jo pa qëllim thash, ka si punë aty në firmave që thotë fap, ve firma, po nuk e di si çfarë vendimi është. Tony Blair ka atë pjesën e vet, të punës vet për të bërë njoftimet, dhe në këtë kohë ka njoftuar Rama, po jemi të sigurt në 100% që Rama nuk ka ftesë. Rama nuk është i listuar. Kjo është dëshira e Tony Blair. Është e njëjta histori siç ndodhi në takimin e NATO-s, ku shefi i NATO-s mori vendet e Ballkanit për të takuar me Trumpin, dhe Trumpi dikush e njoftoi dhe Rama ka hik me vrap në të takim. Nuk e takoi Ramën fare. Ishte mbledhja ku Shqipëria u caktua vendi që do organizonte mbledhjen e radhës së NATO-s në 2007. Dhe Trumpi prezent aty nuk e takoi. Pra, kryetarin e qeverisë, i cili do bëj takimin e NATO-s, nuk e takoi Trumpi, aty e kishte. Po e përzuri. Dhe Rama tashmë po lum këtë lloj loje. Po unë e kam thënë, nuk pranon Amerika dështim, nuk pranon Amerika të fyejë një popull të tërë i cili ka sytë Amerika. Ju ka rikthyer besimin tek Spaku se është poveria dhe dera tek Spaku. Dhe po presin orë çast që ky njeri të zhduket se ka krijuar mafia në shtet. Dhe ky njeri na ul në tavolinë me Trumpin. Kjo është skandaloze. Kjo është që ta bësh gjithë popullin shqiptar, pastaj ta bësh kundër. Për çfarë për Rama? Ai për ai gjithë aty populli aty e mori peng Maduro. Ai nxori atë shenjë, nxori non grata që s'ishte asgjë. Nxori non grata pse? Që ishte lidhur me kartelën Sinaloa dhe kur e nxori non grata atë, nxori fotografi me Ramën në zyrë të Ramës. Po si mundet? Atëherë s'çekimi asgjë. Por geopolitika dhe strategjia do që në këtë bord të jenë shumë vende të tjera. Arabia, po pse çaj je në superfuqi që e ti në krye të vendit. Dhe ky nuk e sqaron, që thot ka një ftesë për këtë punë të mlidhen shumë vende, se atje është OKB-ja. Po ja them jam fondet e OKB-s. Nuk jam fondet personale të një njeriu. Që ai njeri pastaj mund zgjedhë këtë doj. Jam fondet e OKB-s. Si? Akoma nuk ka marrë formë. Ka dërguar shteteve të tjera ftesë të tillë. Rama nuk e thot këtë. Nuk e thot Rama këtë. Zoti Merkoçi, po. Zoti Merkoçi, për të qenë korrekt, do të lexojmë edhe pjesën e njoftimit të Shtëpisë së Bardhë, e cila bën të ditur se në kryesimin e presidentit Donald Trump është formuar një bord ekzekutiv themeluesi për bërë nga udhëheqës me përvojë në diplomaci dhe zhvillim, infrastrukturë dhe strategji ekonomike. Antarët e emëruar thot janë sekretari Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Mark Rowan, Ayau Banga, Robert Gabriel. Ndërsa më pas, në mbështetje të zyrës së përfaqësuesit lartë, po krijohet një bord ekzekutiv për gazën. Bordi do të ndihmojë në mbështetjen e qeverisjes efektive dhe ofrimin e shërbimeve më të mira që çojnë përpara paqen, stabilitetin dhe prosperitetin për popullin e Gazës. Antarët e emëruar janë Steve Witkoff, Jared Kushner, ministri Hakan Fidan, pra ministri i jashtëm turk. Ja. Ali Al-Thawadi, generali Hasan Rashad, Tony Blair, Mark Rowan, ministri Rem Al-Hashimi, Nikolaj Mlavedov, Jakir Gabaj, Sigrid Kag. Ndërkohë emri i Edi Ramës në këtë listë nuk figuron. Por ka një shënim në fund të njoftimit të Shtëpisë Bardhë që thotë antarët shtesë të bordit ekzekutiv dhe të bordit ekzekutiv të Gazës
do të njoftohen gjatë javëve të ardhshme. Mos ndoshta është kjo listë shtesë? Pra, kjo që ju thash, që bordi nuk është me 3 vetë, me 5 vetë. Ati do ketë një bord shumë madh, gjithë përfshirës, dhe ky bord gjithë përfshirës ka shumë vende të tjera të cilët do merren për koperturë theri. Sepse dihet që bordi drejton pjesa tjetër është koperturë. Dhe në këto koperturë ata duan disa fonde të tjera të thashë geopolitike, geostrategjike kjo. I ka të dyja brenda. Pra do një shtrirje globale, sepse është OKB-s, thashë edhe fondet janë të OKB-s. Dakor? Dhe kjo është një iniciativë e Donald Trump. Nuk është e një tjetër. Ai tashmë po bën këtë lloj dhe do ta paraqisin në OKB. Por nuk mund ta paraqisin me 5 vetë, do ta paraqisin me 50 shtete. Se janë shtete të cilat do ngrenë kartonin në OKB për fondet që do merren për gazin. Dhe këtu do shohim sepse thash, në fillim shihet legitimiteti. Duhet bërë një legjitime, pastaj duhet vazhdojnë pjesa tjetër. Atëherë, unë po të siguroj që mund të ketë edhe shumë vende të tjera të cilët nuk pranojnë të jenë pjesë e kësaj. Sepse kanë politika të ndryshme. Dhe Rama në asnjë moment nuk është, prandaj unë e kam quajtur, domethënë loja e Tony Blairit me Rama. Pra, Tony Blair ka ata të tjerët, është si puna asaj filmi që shkonte ai dhe thoshte kam qenë televizion, kam bërë film ku e ke emrin e kam ka ata të tjerë. E kupton? Ata të tjerë janë. Pra, ka ata të tjerë, Tony Blair mund të fosi këtë të dojë. Mund njoftoj këtë të dojë. Dhe në këtë prizmë ai ka luajtur lojën me Rama. Kaq e thjeshtë. Do me thënë Edi Rama mban çantat e Tony Blairit. Po, as çantën nuk e takon Tony Blair fare në këto momente. Jeni të bindur, Rama është i kontrolluar, Rama nuk flet dot telefon, unë ju thash, ka dërguar një person tjetër në Amerikë, tashmë ndodhet në Amerikë, ka 2-3 ditë që ka vajt në Amerikë, pikërisht për të bërë takime me Sorosin, me Kapanin, me Tony Blairin, me Drejtin Shetan, për të treguar situatën e tij politike ku ndodhet, edhe juridike. Jeni të bindur. Sepse ai aksioni mbrëm që nuk ishte i pakët. Se ishin të gjithë, edhe ndërkombëtarët ishin në atë aksion. Kishin ardhur prokuror nga Italia, nga Gjermania, nga ishin. Që u bën myslimshir mbrëm. Pse ju mendoni se zbarkimi i Spakut dhe i BKH-s në Kullën në mes të bllokut, pra konkretisht në myslimshir, synonte Edi Ramën dhe njerëzit e Edi Ramës? Po patjetër më. Aty është motra e Ballës. E përgënjeshtroi Taulant Balla, domethënë, duke thënë që janë lajme të pavërteta. Atë që është i lidhur me bandat, ka përgënjeshtruar atë që me vendim gjykate i grisën ato bisedat telefonike me bandat. E ka mohuar edhe, po kush ka qenë nga këta hajdutu që e pranon? Atje edhe në burg po çkosh gjithë janë pafajshëm. Edhe pse janë dënuar me vendim pa gjykate janë pafajshëm. Kush është ai që pranon faj? Dhe të gjithë fiet shkojnë nga Rama. Po mos harroni, ju thash më duket edhe radhësin. Gjermani ka hap dosjen e call centerave që janë vjedh atje. Dhe emri i Ose Ramës është i parë. Këto janë të dukshme. Tash, deklaratat e ambasadores të ambasadës amerikane ishin skandaloze për një qeveri, për një kryeministër. Dhe ky do futet në listë. Pra, dhe unë atë që unë e shkojta dhe thash, i takon ambasadës, ta thotë kanë për vetë departamenti i shtetit kanë nxjerrë emrin. Ku është emri i Ramës me as i vonë? Këtë tjerë. Le të fshik pucët apo i lyp pucët ushtarëve, se s'ka çfarë tjetër. Për që kjo është një mashtrim i madh, por është mashtrimi i fundit i Ramës, i cili kërkon të kapet dhe për
për t'i treguar domethënë spakut apo tjetër, dhe ai harron se aty merren spaku shpobëjer dhe ai mund ta hedhë këtë çast për të mulu pjesëligjet e tjera, për të mulu atë plerë të deklaratë që bëri di që tha do mbyll televizionin shtetëror. TVSH. A e kupton se çfarë skandali bëri ai apo nuk ka fond botës që mbyll televizionin shtetëror. Ky do ta mbyllë televizionin shtetëror. Dhe për të mbyllur atë skandal tash. Edhe tjetër. Që këtë ka bërë. Skandal pas skandali. Për të mulu një skandal me një skandal më të madh. Unë jo pa qëllim, besoj se kam qenë atë parë që e kam përtu shkrim, e kam deklaruar, kam dekonspiruar këto dhe skandal. Jo është mashtrim ndërkombëtar. Jo është mashtrim ndërkombëtar dhe mashtron në emër të Amerikës, në emër Donald Trump. Ky që e ka shat Trumpin, ky që e ka bën, nuk ka lënë llafe pa thonë. Ky falenderon, se ky këtë kam thënë. Ky këtu e shat, këtu e lëpin. Ky është lëpirësi më i madh. Jo pa qëllim i kam vënë epitetin me nuk korridorës. Ky është me nuk korridorës. Po, sepse e ka quajtur Trumpin në 2016 kur garonte për president si kërcënim për vetë botën në një intervistë që dha për CNN-in, por edhe në mediat shqiptare po ashtu. Po ama, por edhe atë që boli me Macron, që u tall me Trumpin që e mori me shqipota. Bëri dhe këtë me Grekun tash. Gjoja, vetëm për të bërë për qendër vëmendjes, jo narcisizëm. Për qendër vëmendjes. Dhe ky tashmë e bëri pikërisht për të marrë gjithë njerëzit, për të marrë me këtë. Ata patronazhistët e vet hidhen në zonë e thonë i ka sjell Trumpi ftesë. Prandaj unë bëra atë shkrim. Për të bërë një përgënjeshtrim. Rama nuk mund të tallet me inteligjencën e një popull. Në vërtet ky popull është shtypur, është në gjendje komë të themi, nuk ka bukë me hëmbër. Po budallas është. Në momentin që Rama ikën nga kryeministri, po them Shqipëria niset me fishek zjarr. Me fishek zjarr ka mërë të ndezë njerëzit momentin që ikën Rama. Kanë ndërtu mafia në shtetë, do këbe tregon çdo sekond këtë punë. Zoti Merkoçi, në këtë rast apo përpiqet Edi Rama që t'i shpëtoj dosjes së Charles Megonigal dhe lidhjeve të tij me kartelin Sinaloa, duke qenë se priti një nga eksponentët e këtij karteli në zyrën e tij, siç ishte Luftar Hysaj, i cili më pas u shpall edhe non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pikërisht, sepse kur e shpallën të Hysaj ka ky çaj ka luftari, po. Kur e shpallën, mos harroni që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë nxjerr foton e Edi Ramës me këtë luftarin, e kanë nxjerrë në zyrë të Ramës. Pra këtë bën në ngrada foton nga qitë me Ramën. Dhe ky do përgjigjet në Amerikë, qoftë për çështjen me Gonigal, qoftë për çështjen Sinaloa, por ajo që unë e kam ritheksuar u bë. Dhe në viti, ndoshta, që unë them Rama është i lidhur me agjenturën kineze. Dhe Rama, dëmi më të madh që ka bërë në Amerikë, ka bërë me agjenturën kineze, me atë kompani që ky e ka formuar në bashkë me Macron. Ne kam formuar në Francë, nga Franca ka transferuar në Amerikë. Tashi, por ti duhet kam thënë ty haj kokën, po ky do japi llogari sepse ka prek interes sigurinë e Amerikës dhe të NATO-s. Mos e harroni, ka prek sigurinë e NATO-s, mos harroni se merr dhe informacion për NATO, ky shet edhe informacion. Kështu që këtu prandaj them është nonsens që ti kishin sjell një ftesë këtij, por ajo që thash në fillim, që ky nëse do kishte marrë një ftesë vërtet me firmën e Donald Trumpit, ky sonde e kishin shesh me televizor të madh. Do festonte. Kjo është absurde ta mendosh. Po kaq i papërgjeshëm është një kryeministri i një vendi i cili të nxjerr thjesht një njoftim dhe jo ftesën konkrete të bërë nga presidenti amerikan Donald Trump, aq më tepër që bëhet fjalë për një çështje me rëndësi kaq madhore. Po, mos është gjë hera parë. Jo, s'është hera parë. Po një njeri që ka deficienca mendore, normal që e bën, është idiot.
Kjo është e po nuk ka asgjë, nuk kemi, po ka njëri, në i kryeministë tjetër i Europës të paktën po flasim, i Europës të tallet me presidentin e Amerikës. E dëgjuar në i kryeministë tjetër në Europë. Tash lejmë botën, si është në Europë. Edhe Mitsotakis kishte deklaruar që kryeministrin Edi Rama nuk e marr seriozisht sepse flet budallallëqe. Po pra ne po them, po keni parë kryeministin ti që ti ulet në gjunjë një kryeminist tjetër? E kuptoni domethënë? Ja keni parë një kryeminist që dalë me çitionet hikin ledhen e Bashkimit Evropian apo Këshilli i Evropës kudo shkojmë me çition. E keni parë kargjusliçit e këtij njeriu? Kjo është kargjus, unë për ne po them, momentin që ky hikën shqiptarët do mundesin fishekzia, do festojnë. Sot nuk flasën se janë të shtypur. Se janë të trishtuar, ky po përdor terror shtetëror te ky popull. Prandaj u them, ky është përgjithësi absolute. Si se po, ky do bëjë dhe gjëra më të mëdha. Dhe ky të gjitha këto atë që e kam thënë dhe ri përsëris, i bën që nesër, kur t'i vijnë prangat, të thotë është arrestim politik. Atë ndërrona, i asgjë tjetër, se gjërat e tjera i ka të fikura. I ka marruar i kanë ilësat, i s'kama. Ai kërkon të dalë tashmë që unë e shava këtë, jo kam kundërvu Trumpit, edhe ky tani po më hakmerret atë që tha, pra e tha të copë. Amerika tha në me bomba. Po kush është ai kryeministi që e thot? A e tha sot që Kina na shef si pik. Mjalti Amerika kërkon me glabru. A e tha ky para 4 ditësh. Po, madje cilësoj si hajvan ata që flasin për korrupsionin në Washington. Pra, më saktë, përfaqësuesit e Washingtonit i cilësoj si hajvan që flasin për korrupsionin në Shqipëri. Po pra këtë po them, po kur ngjetim një kryeminist tjetër në Europë, që mund bëj dhe unë jo pa qëllim kam thënë. Se kjo është po është mi për mi sigur. Që në dasmën e Alex Soros që u bën mbledhja kampanies dhe Soros dhe rështitën e gjithë ishin aty, ky u caktua portavoqja e Sorosit në Europë. Këtë e ka vërtetu mi për mije. Nuk kam më që t'i themun aty. A i tashmë mund bëjt qëtë do lëgjej. Nuk ka sepse urdhri të këta ka qënë për të qëndruar Rama si kryeminist me çdo kusht, në çdo formë dhe me çdo çmim. Këto 3 gjëra unë i kam përmend në çdo vend që kam pas mundësi të flas. Në çdo vend që kam dalë, unë këto 3 gjëra i kam thënë. Dhe çmimi që do paguaj, ky është çmimi që do paguaj Rama. Ka ardhur fundi për të, dhe do paguaj çmim. Të tallesh ti me firmën e presidentit të Amerikës, dhe ti thush popullit ti që unë jam i ftuar atje. Është skandal. Kjo është skandal. Zotë Merkoçi, nuk ka i paradoks në këtë rast ku Shtetet Bashkuara të Amerikës në vimësi kanë kërkuar luftën ndaj karteleve të drogës, krimit organizuar dhe korrupsionit në Shqipëri, dhe vjen në një moment caktuar që Edi Rama nxjerr një ftesë nga presidenti amerikan, pra një ftesë sipas njoftimit të tij, jo ftesë po themi zyrtare e presidentit amerikan. Çfarë po ndodh në këtë rast? Çfarë loja po luhet? Ai nuk është se po bën ai lojë të madhe. Ai nuk është se po lojë quhet atëherë kur edhe fiton. Rama në këtë rast nuk është se po fiton. Ai vetëm po humbet dita ditës. Ai po zhvishet në të gjitha pikpamjet, ai po zhvishet dhe po mbetet lakurisht. Pra, nëse Partia Socialiste sot para 10 ditësh i bëri sondazhin edhe i doli sondazhi 34% e votonin Rama. Brenda partisë vet. Pra, ai është i zhveshur, politikisht është i vdekur. Tash një njeri i cili është në humner, ai kërkon të kapet ke fia flokut, ke fia barit.
Dhe këtë po bën ai. Ai po mundohet të mashtroj, të sajoj, të gënjej, të bëj, të marrë thash vendime absurde, që si merr nuk i shkon mend njeriu në Europë, apo në botë, që të mbyllin një televizion shtetëror. Ai thotë unë do ta mbyll, nuk kam lek me pagu. Ta thonë që lekët i paguaj. E kupton? Në një kohë që gjithë shqiptarët pa përveç inflacionit, në fatura të rritjeve paguajnë lek për televizion të vëshën. Ai thotë unë s'kam lek. Pse ku janë lek? Se lekët i vjetër. Pra ky njeri do bëj çdo lloj formë. Ai tashmë, ajo që u tha dhe dje në mbledhjen që bëri atë mbledhjen foneme që bëri me grupin parlamentar dhe ministrat, kush ishte kërcënimi që ai bëri dhe kërkoi me çdo kusht që parlamentit bëhet barrierë e spagut e drejtësisë. Por nuk arrin dot. Unë e kam thënë, prapë them, Rama ka 83 mandate, por nuk ka 71 vota për të bërë barrierë kundër spagut. Çdo letër që do vi nga spagu do kalojë në parlament se s'bën imunitetin do i hiqet gjithë. Kë kërkon spagu do i hiqet imuniteti. U lut loja me gjykatën kushtetuese do shihni datën 22 kur do marrë vendim gjykata kushtetuese. Do jetë ajo gjykatë që mori atë lloj vendimi në mënyrë absolute. Kam po. Zotë Merkoçi dhe i pyetje fundit, a mendoni se me këtë lëvizje që po bën Edi Rama, nëse ka diçka serioze nga pas, ai do të mund të organizojë edhe samitin e NATO-s në vitin 2027, ku natyrisht do të jetë i ftuar edhe presidenti amerikan Donald Trump? Ju i shkon mendja dikujt njeriu që samiti NATO do bëhet në Shqipëri dhe Rama do jetë kryeminist. Në mënyrë absolute. Unë them Rama mund të ikë me muj, me ditë, me javë, jo më me vite. Nuk e di vetëm nëse kjo botë që ka çmendur fare pse. Nëse kjo botë që ka çmendur, kjo botë e lejo ka dhe Amerika vetë pranon ka dështimin dhe lejo ka guackën e Sorosit dhe lejo ka mes Europës. Nëse ndodh kjo pastaj s'kemi sa thënë. Po nuk më besoj kurse si që Amerika pagua ka, ngri ka institucione, paguan para, si janë FBI në Shqipëri, se jemi vetëm vend në Europë që kemi FBI-n prezent edhe der, solli edhe përforcimet të tjera të FBI-s, dhe pra nuk ka dështimin para një njeriu të tillë. Unë se besoj kur. Në që se ndodhë ka, dhe ky që ka më i fortë atë, unë them si Sorosi që ka më i fortë se Trumpi. Kaq. Zoti Merkoçi, unë ju falenderoj për gjitha mendimet dhe analizën këtu në Agora News. Faleminderit edhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.